Plazhet publike në Pogradec janë sërish në qendër të debatit. Dritan Hoxha, administratori i biznesit Sherlock, ngre shqetësimin për atë që cilëson si zënje dhe kalim të hapësirave publike në përdorim privat. Hoxha thosë se zona ku ndodhet biznesi i tij ka qenë prej vitesh një hapësirë e përdorur nga qytetarët, ku ai ka vendosur edhe një rrjet volejbolli për të rinjt, duke ofruar një mundësi argëtimi dhe aktiviteti sportiv pa pagesë. Hoxha është njoftuar se kjo hapësirë do të kalojë në funksion të një stacioni plazhi privat dhe si është kërkuar të heqë edhe rrjetën e volejbollit. Unë quhem Dritan Hoxha, jam administratori i Sherlock Park, një biznes që udhëheq bashkë me bashkëshorten time. Jemi të dy të arsimuar mirë me një vizion për të sjellë diçka qytetit tonë Pogradecit, e cila gjë nuk po ndodh. Sot jemi vënë në dieni që plazhet publike janë bërë prapë private në Pogradec. Pra zona ku neve jemi këtu është plazh publik, plazh që i përket qytetit. Këtu unë kam vendosur prej vitesh një rrjet volejbolli ku të rinjtë para dite dhe mbas dite luajnë volejboll. Dhe është një vend atraktiv për qytetin tonë, ku ne si sport të cilin e praktikojmë, kemi vendosur volejbollin, kemi çadrat, mandej që janë çadra për plazhin publik. Duke treguar hapësirën që sipas tij ka mbetur e lirë për qytetarët, Hoxha thotë se në një gjatësi prej rreth 2 kilometrash vijë bregdetare, pjesa publike është reduktuar në vetëm pak metra. Sot vijem në dieni që plazhi publik në Pogradec, nga gjithë kjo hapësirë që ne kemi këtu, që po ta shikosh, gjithë kjo hapësirë, plazhi publik është këtu, fillon plazh publik dhe kemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 metro plazh publik në 2 kilometro plazh. Tani, mua sot më njoftohet që duhet të heqë dhe rrjetin e volejbollit, sepse plazhi kalon privat. Nuk kam gjë me privatin. Ndërkohë, janë dhënë 3 leja për stacione plazhi dhe beach bare në këtë plazh. Gjë që është në kundërshtim me të gjitha ligjet. Hoxha deklaron se për këtë çështje ka depozituar ankesa pranë institucioneve përgjegjëse, duke kërkuar verifikimin e procedurave dhe rishikimin e vendimeve. Kam bërë ankimin administrativ tek Agjencia Kombëtare e Bregdetit, kam bërë ankimin administrativ tek Denonco Korrupsionin, kam bërë ankim administrativ tek prefektja Korç. Shpresoj të marr përgjigje pozitive. Mbrojeni Pogradecin se po bëhet masakër. Unë nuk e di kush i ka dhënë lejat, bashkia thotë si kemi dhënë ne, Agjencia Kombëtare e Bregdetit thotë si kemi dhënë ne. Ai ngre pretendime edhe për përfshirjen e personave të lidhur me institucione lokale, duke kërkuar transparencë mbi mënyrën e dhënies së autorizimeve. Ndërkohë këtu kemi inkorporim të drejtorave të bashkisë që marrin leje për biçbare, kemi trashëgimtar që marrin leja për biçbare, kemi edhe persona të tjerë që marrin leja për biçbare. Unë nuk e di se çfarë po ndodh në kaq plazh publik sa ka Pogradeci dhe hidhen të gjithë me kokë për të grabitur këtë plazh publik. Janë vetëm 11 metro plazh publik. Hoxha sqaron se rrjeta e volejbollit është vendosur privatisht prej tij, por përdoret falas nga qytetarët dhe se vendosja e saj ka qenë një nismë për të krijuar një hapësirë sportive në breg të liçenit. Rrjeta është free, rrjeta është private, e kam amanet nga profesor Llazi Gërxhalli. E kam amanet nga Llazi Gërxhalli, i cili këtë sport e do me shpirt. Ne kemi vënë rrjetën e kam vënë privatisht në plazh publik që njerëzit të luajnë pa pagesë. Sot do të heq. Jam i detyruar sepse tjetri ka ardhur këtu dhe kërkon që të lirohet vendi. Në fund, ai bën apel Bashkisë së Pogradecit dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit që të rishikojnë vendimin për hapësirat në vijën bregdetare. Bashkia Pogradec ti rishikoi vendimet. Agjencia Kombëtare e Bregdetit rishikojnë vendimet, po ja merrni frymën Pogradecit me këtë veprim. Është një maskaradë që po bëhet këtu. Është turp. Sipas një komunikimi zyrtar me drejtorinë e taksave në Bashkinë Pogradec, në artën e plazheve të miratuara parashikohen 3 parcela publike dhe 3 parcela private, ndërsa nuk ka ndryshime në sipërfaqet e tyre krahasuar me vitin e kaluar. Sa i përket lejeve për stacionet e plazhit, ato miratohen nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit dhe nuk është bashkia ajo që përcakton apo jep lejet për operatorët turistik.